artistike dhe të interesit turistik sa i takon kryeqytetit. Faleminderit. Përshëndetje zoti ministër, Bekim Vici, Ora News. Me qenë se po afrohet edhe çelja e sezonit të ri turistik veror. Në sezonin e kaluar pati probleme përsa i përket disa zonave me furnizimin me ujë të pishëm, por edhe problemi kryesor ai i mbetjeve, pra mos trajtimi në mënyrën e duhur të mbetjeve. A ka marrë masa ministria juaj për, le të themi, evitimin e këtyre problematikave të konstatuara në vitin e kaluar? Ju e dini që me krijimin e Ministrisë së Re të Turizmit, Kulturës dhe Sportit ka pasur një riorganizim në nivel institucional dhe ka një ndarje portofoleve. Në këtë rast mjedisi ka përsipër edhe gjithë problematikën sa i takon trajtimit mbetjeve dhe pastrimit në kuptimin e rangut të vendit, në kuptimin e gjithë politikave dhe themi masave që i takojnë pastrimin trajtimit mbetjeve dhe natyrisht ne jemi pjesë aktive e grupeve dhe e task forces apo e njësive që do të krijohen në nivel rajonal, por edhe në nivel vendi nga Ministria e Mjedisit në këtë rast, e cila po ndërmerr hapet e duhur për të garantuar një sezon edhe më të pastër në kuptimin e sezonit veror, por edhe në përgjithësi për gjithë vitin. Megjithatë, Agjencia Kombëtare e Bregdetit, për shkak se e ka kryer dhe vjet, ka dhe një kontratë shtesë në ndihmë të bashkive ku kemi shtuar dhe 2 bashki tjera mbi skemën që ishte vjet, që është kam përshtypjen Bashkia e Lezhës dhe Bashkia e Progradecit, ku do të kemi një nivel, si themi, edhe më të mirë pastrimi në disa orare, në disa zona, për disa prej pikave problematike që kemi në këto bashki, në përgjithësi në gjithë bashkitë që janë bregdetare apo me liçene, siç është rasti i Progradecit, që të kemi një sezon, por edhe një vit shumë më të pastër nga pikpamja e mbulimit të shërbimit pastrimit, por edhe e trajtimit të mbetjeve përsa i takon mbetjeve që janë gjithsesi në shtim për shkak të numrit lartë të turistëve që ne presim. Por i sjellsin, natyrisht edhe ky është një problem që lidhet shumë me bashkitë në disa raste, për disa prej bashkive që e kanë nën administrim, por lidhet shumë edhe me Agjencinë Kombëtare të Kanalizimit të Ujrave dhe Kanalizimeve, që është në varësi të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, që ne jemi në kontakt vazhdueshëm natyrisht edhe me ta, sa i takon gjithë problematika. Kemi bërë takime të vazhdueshme me tour operator, me themi menaxher në nivele hotelesh, me gjithë pjesën e hotelerisë, shoqatave të tyre, për të marrë problematika, për t'i përcjell. Në çdo takim kanë qenë pjesë natyrisht përfaqësues të ndryshëm të agjencive, të institucioneve, dhe po mundohemi shumë që të kemi një koordinim sa më të mirë në këtë sezon. Në përgjithësi, situata mund ta them që është mjaft më mirë me vendosjen e pajisjeve të trajtimit të ujrave të ndotura në vitin e shkuar dhe me se me thënë, rregullimin ose të themi përmirësimin në disa prej bashkive të disa prej infrastrukturave kryesore të kanalizimeve dhe të kolektorëve, të cilët kanë garantuar një lidhje të shumë subjekteve me rrjetin, edhe pse në kërkesën që ka VKM-ja përkatëse, në përgjithësi hotelet, ato që janë me nivelin më të lartë të këtyre ujrave ndotëse, të kenë dhe pajisjet përpara se sa të hyjnë në rrjet dhe janë duke investuar dhe janë duke u plotësuar me këto sisteme, të cilat natyrisht që në rast se nuk janë, subjekte përballen me masa dhe me gjoba dhe me penalizime që i parashikon ligji dhe VKM-ja përkatëse. Faleminderit.